Horoskopi ditor e diel, 5 tetor 2025. Dashi. Energjia juaj e pajpur mund të ndihet si një shpatë me dy tehe. Pozicioni i hënës ju shtyn drejt vetanalizës, duke ju nxitur të shfrytëzoni entuziazmin tuaj të gjallë pa i mbingarkuar të tjerët. Rivlerësoni rrugën tuaj dhe përshtatni strategjitë tuaja për rezultate më të mira. Perspektivat financiare duken premtuese, por shmangni blerjet impulsive. Marsi po ndikon në komunikim, duke quar në keqkuptime të mundshme me të dashurit. Ushtroni durim dhe qartësi për të lundruar në këto ujëra. Profesionalisht qëndroni me këmbë në tokë. Fryma juaj konkurruese është admirueshme. Megjithatë bashkëpunimi mund të japë rezultate më të mira sot. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete konstruktive si sportet në natyrë ose një shëtitje e shpejtë për të pastruar mendjen. Përqafoni mundësitë për të mësuar, pasi Mërkuri rrit kuriozitetin tuaj intelektual. Mos harroni, jo çdo përparim është i shpejtë. Ndonjëherë i ngadalshëm dhe i qëndrueshëm fiton garën. Lëreni intuitën t'ju udhëheq përmes proceseve të vendimarrjes, duke siguruar një ditë të ekuilibruar. Demi. Sot paraqet një shans për të balancuar punën dhe jetën personale. Pasi Venusi, planeti juaj sundues, nxit harmoninë. Natyra juaj e qëndrueshme do të jetë shumë e kërkuar. Prandaj përdoreni atë në avantazhin tuaj. Qasja juaj praktike ju lejon të menaxhoni përgjegjësitë në mënyrë efikase. Por sigurohuni që të ndani kohë për relaksim. Marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje shtesë. Një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë ose thellojë lidhjet. Financiarisht, ju këshillohet të rishikoni nga afër shpenzimet për të shmangur stresin e panevojshëm. Venusi gjithashtu rrit kreativitetin, duke frymëzuar përpjekjet artistike ose përmirësimet në shtëpi. Profesionalisht, një qëndrim fleksibël mund të hapë dyert të papritura. Mbani mend, aktet e vogla të mirësisë mund të kenë një efekt të valëzuar, duke ndikuar pozitivisht në mjedisin tuaj. Çështjet shëndetësore meritojnë vëmendje. Përfshini ajrin e pastër dhe ushqimin e ekuilibruar në rutinën tuaj. Takimet shoqërore ofrojnë gëzim dhe mundësi të mundshme për rrjetëzim. Përdorni një prekje humori për të qetësuar situatat e tensionuara, duke lënë sharmin tuaj natyror të shkëlqejë. Binjakët. 5 tetori sjell një vorbull aktiviteti. Kureshtja dhe përshtatshmëria juaj e lindur gjen mbështetje nga ndikimi i Merkurit, duke e bërë komunikimin superfuqin tuaj sot. Prisni biseda të gjalla dhe seanca për shkëmbim idesh. Mund të shfaqen njohuri më të thella nëse dëgjoni po aq mirë sa flisni. Financiarisht, është një ditë e mirë për të eksploruar ide të reja investimi, përsa kohë që bëni kërkime të plota. Lidhjet romantike lulëzojnë përsa kohë që mbani nën kontroll padurimin. Natyra juaj e dyfisht mund t'ju tërheqë në drejtime të ndryshme. Nderoni angazhimet tuaja për të shmangur stresin e panevojshëm. Profesionalisht, përshtatshmëria është thelbësore. Jini të hapur ndaj ndryshimeve të minutës së fundit që nxisin rritjen. Përqafoni ide inovative që ju dalin përpara dhe besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime. Sa i përket shëndetit, qartësia mendore mund të përmirësohet përmes praktikave meditative ose ushtrimeve të thjeshta të frymëmarrjes. Mundësitë sociale janë të bollshme. Zgjidhni ato që përputhen me interesat tuaja të vërteta. Përshtatshmëria siguron sukses mes tranzicioneve. Gaforria. Instinktet tuaja ushqyese janë të ndriçuara sot, ndërsa hëna hedh ndikimin e saj të butë mbi peizazhin tuaj emocional. Përqafojini këto ndjenja si një burim force, duke i përdorur ato për të nxitur lidhje të thella dhe kuptimplote me miq dhe familjen. Në familje, është një kohë e përkryer për të angazhuar në aktivitete pasuruese shtëpiake që ushqejnë shpirtin tuaj. Stabiliteti financiar është i theksuar, por keni kujdes ndaj angazhimeve impulsive financiare. Inteligjenca emocionale do t'ju udhëheq përmes çdo turbullire profesionale. Intuita juaj është aleati juaj, prandaj besojini asaj kur ndërmjetësoni konflikte ose merrni vendime. Energjia kozmike inkurajon vetanalizën, duke reflektuar mbi qëllimet dhe aspiratat personale. Një ekuilibër midis dhënjes dhe ruajtjes së kufive është thelbësor në marrëdhëniet romantike. Nga ana shëndetësore, jepini përparësi ritualeve të kujdesit për veten. Një banjë në mbrëmje ose një shëtitje në natyrë mund të rivendos paqen tuaj të brendshme. Angazhohuni me rrugë krijuese që ofrojnë një ndjenjë arritjeje dhe gëzimi. Theksimi i empatisë hap dyert për miqësi të reja dhe forcon ato ekzistuese. Luani. Venusi shkëlqen mbi ju sot, duke inkurajuar bujarinë dhe kreativitetin. Ndani ngrohtësinë dhe karizmën tuaj,
por mos harroni të mos i lini në hije zërat më të qetë. Profesionalisht, vendosmëria ndihmon në largimin e pengesave, por puna në grup mund të sjellë përfitime të papritura. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e buxheteve për të akomoduar shpenzimet e papritura, maturia ja vlen. Romantikisht, kjo energji e gjallë rrit pasionin dhe intimitetin. Gjestet e thjeshta mund të thellojnë lidhje. Dielli fuqizon vetbesimin tuaj, duke e bërë atë një ditë të përshtatshme për të ndjekur mundësi të reja ose për të shfaqur talente. Sidoqoftë, balanconi ambicien me ndjeshmërinë ndaj nevojave të tjerëve. Nga ana shëndetësore, vitaliteti është i lartë. Kanalizojeni atë në mënyra produktive si sportet ose yoga. Lëreni lojën të udhëheqë ndër veprimet tuaja, por qëndroni të kujdesshëm. Shoqërisht, prania juaj tërheq të tjerët. Dëgjoni në mënyrë aktive për të krijuar lidhje më të forta. Kreativiteti është busulla juaj sot. Prandaj kënaquni me ndjekje artistike ose inovacione që fuqizojnë gëzimin. Besojini intuitës në lundrimin e ndryshimeve. Fleksibiliteti siguron përvoja të dobishme. Virgjëresha. Shtrirjet e sotme favorizojnë planifikimin e përpikt dhe shqyrtimin e kujdesshëm. Mërkuri rrit aftësitë analitike, duke ju lejuar të përballoni detyra komplekse me lehtësi. Përdoreni këtë qartësi për të përmirësuar rutinat dhe për të rritur produktivitetin. Financiarisht, vëmendja ndaj detajeve ndihmon në buxhetimin dhe parashikimin e investimeve. Megjithatë, rezistoni ndaj perfeksionizmit në marrëdhëniet personale. Pranoni të meta dhe vlerësoni shkëmbimet autentike. Është një ditë e mirë për rrjedhimin profesional. Besoni në qasjen tuaj metodike për të hapur dyer të reja. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi. Ndani kohë për pushim mes orareve të ngjeshura për të shmangur lodhjen. Përfshini praktika të vetëdijshme si shtrirja ose meditimi në ditën tuaj. Marrëdhëniet mund të përfitojnë nga dialogët e ndershëm. Komunikimi i nevojave dhe kufive forcon besimin. Angazhohuni në hobi që ofrojnë relaksim dhe gëzim. Kopshtaria ose shkrimi mund të sjellin kënaqësi. Qëndroni të hapur ndaj mundësive të mësuarit që pasurojnë të kuptuarit dhe aftësitë. Sot, përqendrohuni në përparimin gradual mbi përsosmërinë për të lulëzuar vërtet. Peshorja. Dinamika qiellore të sotme favorizojnë harmoninë dhe ekuilibrin, fal Venusit, planetit tuaj udhërfyes. Ky rreshtim rrit sharmin dhe diplomacinë tuaj natyrore, duke ju ndihmuar në zgjidhjen e çdo konflikti. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje. Merrni në konsiderat vlerësime gjithëpërfshirëse përpara se të angazhoheni në blerje të mëdha. Profesionalisht, bashkëpunimi rezulton më i frytshëm se sa sipërmarrjet solo. Romanca lulëzon nën këtë ndikim. Planifikoni një mbrëmje intime për të forcuar lidhjet. Mos harroni të ruani kufit ndërsa ofroni mbështetje për të tjerët. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi mirëqenies emocionale përmes praktikave si mbajtja e një ditari ose meditimi. Nga ana shoqërore, aftësia juaj për të dëgjuar dhe për të empatizuar nxit lidhje më të forta. Kreativiteti rrjedh pa mundim, duke e bërë atë një kohë ideale për projekte artistike ose seanca idesh. Kërkoni aktivitete që përputhen me vlerat tuaja thelbësore, duke ofruar përmbushje pa përgjegjësi të tepërta. Aftësia juaj për të parë perspektiva të shumëfishta ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve inovative për sfidat e vazhdueshme. Kënaquni me bukurinë dhe ekuilibrin, duke u kujdesur si për veten ashtu edhe për ata përreth jush. Akrepi. 5 tetori sjell intensitet dhe transformim, të nxitur nga energjitë e Marsit. Përqafojeni intuitën tuaj të fuqishme për të përballuar çdo kompleksitet me besim. Financiarisht, planifikimi strategjik bëhet thelbësor. Shmangni vendimet ose sipërmarrjet e nxituara. Marrëdhëniet thellohen ndërsa paraqisni cenueshmëri dhe ndershmëri. Këto janë rrugë për të ndërtuar themele të forta. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja, por qëndroni të hapur ndaj reagimeve konstruktive për rritje. Kanalizoni pasionin në projekte ose kauza që rezonojnë me vlerat tuaja thelbësore, duke nxitur ndryshime me ndikim. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat praktikat e detoksifikimit ose rinovimin e rutinave që mbështesin vitalitetin dhe qartësinë mendore. Vetë reflektimi ju mundëson të identifikoni dhe eliminoni shterimin e energjisë. Angazhimet shoqërore mund të ndihen të kërkuara. Zgjidhni ato që përputhen me qëllimet personale. Kreativiteti lulëzon nën këto energji, duke frymëzuar mundësi të reja. Rezistenca e akrepit ju lejon të transformoni sfidat në mundësi. Prandaj përqafoni ndryshimin pa frikë.
Lejoni që intensiteti juaj të udhëheqë njohurit të thella dhe shtigje adaptive përpara. Shigjetari. Kjo është një ditë për të përqafuar aventurën me energjinë e gjerë të Jupiterit që ju udhëheq rrugën. Kurioziteti mbretëron, duke ju shtyrë drejt eksplorimit të njohurive ose kulturave të reja që zgjerojnë perspektivën tuaj. Sa i përket karrierës, iniciativat që mbështesni sot ka të ngjarë të japin fryte, duke përzierë idetë tuaja vizionare me ekzekutimin praktik. Projektet bashkëpunuese shkëlqejnë më shumë kur janë të mbushura me entuziazmin tuaj ngjitës. Në marrëdhëniet personale, ndikimi i Venusit ju inkurajon të shprehni dashuri të përzemërta. Perspektivat romantike duke njohshëse. Planifikoni aktivitete që lidhen, qoftë përmes interesave të përbashkëta apo udhëtimeve spontane. Vendimet financiare kërkojnë shërtim të kujdesshëm. Rishikimi i qëllimeve mund të sigurojë që jeni në një trajektore të sigurt. Në aspektin shoqëror, humori dhe optimizmi juaj tërheqin njerëzit. Shfrytëzoni mundësitë për ndërveprime të paharrueshme. Sa i përket shëndetit, aktivitetet në natyrë ju fuqizojnë entuziazmin për jetën. Ekuilibri është thelbësor. Ankoroni shpirtin tuaj të zjarrt me momente meditimi për t'u rimbushur. Valët kozmike të sotme ju shtyjnë përpara, duke ju nxitur të pushtoni horizonte të reja me mençuri. Britsjapi. Yjet e sotëm inkurajojnë zellin dhe përgjegjësinë. Tipare që janë pika juaj e fortë. Ndërsa Saturni ndikon në sferat personale dhe profesionale. Parafroni përpjekje drejt qëllimeve me disiplinë të shtuar. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm ndihmon në lundrimin në kompleksitete. Shmangni sipërmarrje spekulative që nuk kanë qartësi. Marrëdhëniet mund të kërkojnë durim dhe mirëkuptim. Praktikoni empatinë dhe komunikimin e qartë për të zgjidhur keqkuptimet e mundshme. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga strategjia dhe preciziteti. Jepni përparësi objektivave afatgjata mbi fitimet e menjëhershme. Nga ana shëndetësore, balanconi punën me aktivitetet fizike që lehtësojnë stresin, të tilla si yoga ose shëtitjet në natyrë. Nga ana shoqërore, parafroni me kolegët që ndajnë ambicjet tuaja, duke nxitur shkëmbime kuptimplote. Kreativiteti në zgjidhjen e problemeve ofron rrugë të reja për rritje. Shmangni ngurtësinë duke përqafuar fleksibilitetin në rutina, duke mirëpritur ndryshimin pa frikë. Mençuria nga përvojat e kaluara udhëzon vendimet, duke siguruar një ditë produktive në përputhje me aspiratat tuaja. Përqendrohuni në ndërtimin e përparimit të qëndrueshëm, duke besuar në aftësinë tuaj të lindur për të arritur sukses të qëndrueshëm. Ujori. Dita e re ju fton të kënaqeni me ëndrat dhe inovacionet. Ndërsa Urani stimulon kreativitetin, ndiqni ide që sfidojnë kufit tradicional, qoftë në punë apo në projekte personale. Në bashkëpunim, pikpamja juaj vizionare mund të frymëzojë dhe revolucionarizojë qasjet e ekipit. Në marrëdhënie, shkëmbimet emocionale bëhen një kanavac për lidhje më të thella. Afrohuni me ndërveprimet me autenticitet dhe sharmi juaj unik do të lulëzojë. Beqarët mund të gjejnë perspektiva interesante përmes bisedave intelektuale ose aktiviteteve të përbashkëta. Financiarisht, ndërsa investimet graduale rezultojnë të dobishme, sigurohuni të jeni të kujdesshëm në mjegullën e Mërkurit. Shmangni përfundimet e nxituara. Mjedisi shtëpiak përfiton nga ndryshimet freskuese, duke ftuar rrjet të re energjie. Sa i përket shëndetit, përforconi vitalitetin tuaj përmes ushtrimeve në grup ose praktikave holistike që rezonojnë në një nivel personal. Mos harroni, fleksibiliteti është qelësi mes energjive në ndryshim. Përqafoni të papriturën duke e ditur se ajo çon në rritje. Ndikimi kozmik i sotëm ju dhuron qartësi, duke ju shtyrë drejt aspiratave me qëllim dhe entuziazëm të ri për të rirë. Peshqit. Sot yjet ju ftojnë të eksploroni peizazhin tuaj të brendshëm, duke rritur perceptimet intuitive. Ndikimi i Neptunit nxit kreativitetin, kanalizoni këtë në përpjekje artistike ose zgjidhjen e problemeve në punë, ku idetë tuaja mund të ndriçojnë drejtime të reja. Në marrëdhënie, ndjeshmëria është e lartë. Shprehni empati për të ushqyer lidhjet dhe lejoni që cenueshmëria të udhëheqë dialogun e thellë. Beqarët mund të përjetojnë ndërveprime që nxisin shpirtin, duke sinjalizuar fillime të reja të mundshme. Financiarisht, vlerësoni qëllimet. Rikalibrimi strategjik siguron përputhje me ambicjet e ardhshme. Ndërsa natyra juaj ndërrimtare është e gjerë, lidhni aspiratat me hapa të zbatueshëm për rezultate të prekshme. Takimet shoqërore ofrojnë bazë. Angazhohuni me fytyra të njohura që mbështesin vizionet tuaja. Rutinat e shëndetit dhe mirëqenjes përfitojnë nga inovacioni. Provoni praktika të reja që balancojnë mendjen, trupin dhe shpirtin.
Dita fton reflektim, fokus dhe ekuilibër. Përqafoni ëndrat tuaja me një zemër të qëndrueshme. Duke ditur se njohuritë e sotme zbulojnë shtigje që përzien kreativitetin me praktikën dhe intuitën me racionalitetin. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.